Komisionerja për zgjerimin Martakos deklaron se brenda qershorit Shqipëria do të hapë të gjithë kapitujt për negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ajo tha se me kryeministrin Rama ka një marrëveshje ku i gjithë procesi sipas saj do të jetë bazuar në merit. Sali Berisha shpreh se zgjedhjet në Tiranë u dominuan nga bandat më të fuqishme të krimit. Provat dhe faktet kreu i demokratëve tha se dua paraqesin ndërkombëtarëve pas datës 10 qershor në një raport të detajuar. Autoriteti kombëtar i ushqimit thotë se sipas analizave rezulton se elmimi 16 fëmijëve dhe psikologës nga salmonela në një kopësht në Gramsh ndodhi për shkak të kontaminimit të vezëve e ushqimeve në mjediset e këtij institucioni arsimor e jo nga firma që furnizonte. Bankat shtuan ndjeshëm kreditimin për individët duke dhënë më pak për bizneset gjatë 4 mujorit parë të këtij viti, ndërsa depozitat shënojnë rënje. Ekspertët thonë se po jepet më shumë kredi për konsumin dhe blerjet e pasurive të paluajtshme. Mbajtja këtë fundjavë në Tiranë e koncertit të Kine Music të DJ-ve me famë botërore ka bërë që të ezaurohet 95% e hoteleve të kryeqytetit, përveç se nga Gjermania rezervimet janë dhe nga Italia, Polonia, Holanda e vende tjera. Tifozët e të dyja skuadrave kanë ndezur atmosferën në Myni një ditë para finales së Champions League-s. Trajneri i Interit Inzaghi thotë se është një finale ndryshe nga ajo 2 vite më parë, ndërsa Luis Enrique thotë se Paris Saint-Germain luan pa frikë dhe është gati për të bërë historinë. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve dhe do të fillojmë me njëherë me komisioneren për zgjerimin Martakos, e cila ka deklaruar se brenda qershorit Shqipëria do të hapë të gjithë kapitujt e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Gjithashtu ajo shtoi se ka një marrëveshje me kryeministrin Edi Rama, ku i gjithë procesi do të bazohet tek meritat. Komisioni Evropian do të hapë në muajin qershor të gjithë kapitujt e negociatave të antarësimit me vendin tonë. Lajmi u dha nga komisionere për zgjerimin Marta Kos në konferencën e Qendrës për Studime Evropiane e mbajtur në Bruxelles. Somebody from the Western Balkan will join. Of course it will, and it will in the time when I am a commissioner. So, sigurisht brenda mandatit tim si komisionere për zgjerim do të kemi antarësime të reja në Bashkimin Evropian nga shtetet e Ballkanit Perëndimor. And with Edi Rama we have a deal. Me Edi Ramën e kemi një marrëveshje. Unë gjithmonë insistoj që ky proces të jetë i bazuar në merita, por ne kemi rënë ujdi për të realizuar atë martesë të Shqipërisë me Europën më në fund. At the end. So we just have to open one more cluster. And this will happen in June with Albania. Na duhet që të hapim një grup tjetër kapitujsh me Shqipërinë dhe kjo do të ndodhë në qershor dhe me këtë do të kemi hapur të gjithë kapitujt e negociatave. Më pas do të fillojë mbyllja e kapitujve, që është gjithashtu një proces shumë i rëndësishëm. Kosta se veçonte Shqipërinë pasi sipas saj atje po bëhet një punë e jashtëzakonshme me reformat e integrimit nga qytetarët dhe politikanët. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve në KQZ ka rrëzuar kërkesat e 4 kandidatëve të Partisë Demokratike në listat e hapura për rinumërim të fletëve të votimit. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve në KQZ ka vendosur në seancë paraprake të rrëzojë kërkesat për rinumërim të Ilir Ali Mehmetit, Mimoza Edermatajt, Lisandër Hoxhës dhe Aulon Kalas, 4 kandidat demokrat të listës së hapur në Tiranë e Durrës. Antarët e KAS me shumicë votash do presin mundësinë e shqyrtimit të ankimeve në seancë publike, pasi sipas tyre kërkesa duhej paraqitur jo në rrugë individuale, por në emër të subjektit politik që ata përfaqësojnë. Sa kaq Komisioni i ankesave dhe sanksioneve ka vjuar me shqyrtimin e kërkesave ankimore të Partisë Demokratike, por duke qenë se në çdo qark një nga provat e kërkuara nga ankuesit janë të dhënat e dala nga sistemi PEI që KQZ ende nuk ka përfunduar procesin e kryqëzimit të tyre, shqyrtimi po shtyhet për javën e ardhshme. Ndërpresim këtu seancën për ta riçelur atë në datë 2 qershor. Deri tani, i vetmi vendim konkret është marrë për hapjen e një kutije për qarkun e Vlorës, me kërkesë të koalicionit Shqipëria bëhet, pas pretendimeve se ka patur fletë votimi pa vullën e KQZ. Të sillet dhe kutia e fletëve të votimit për këtë qendër votimi. Ndërkohë koalicioni i opozitës ka ankimuar rezultatin e të 12 qarqeve,
për të cilat kërkon pavlefshmëri dhe ripërsëritje të zgjedhjeve. 2 ankimime janë depozituar nga Shqipëria Bëhet për Vlorën dhe Fierin, ku kundërshtohet vendimi i komisionerit për miratimin e tabelave përmbledhëse të rezultateve për këto 2 qarqe. Të gjitha këto ankime e pengojnë komisionerin Celibashi të procedojë me ndarjen e mandateve për deputetët fitues, pasi ligji parashikon që pas kasit, subjektet dhe kandidatët kanë të drejtë të ankimojnë vendimarrjen edhe në kolegjin zgjedhor. Në vijim të denoncimeve, Sali Berisha u shpreh se zgjedhjet në Tiranë u dominuan nga bandat më të fuqishme të krimit. Provat dhe faktet kreu i demokratëve tha se do t'i paraqesin ndërkombëtarëve pas datës 10 qershor në një raport detajuar. Tirana ishte kryefjala e denoncimeve të Sali Berishës për zgjedhjet e 11 majit. Në daljen e radhës përpara mediave, kryedemokrati tha se votimet në kryeqytet u dominuan nga bandat më të fuqishme të krimit. Në Tiranë operative ishin banda e Xhabavdve, hakmarrja për drejtësi, ka zëvendësuar bandën e Aldobares. Janë eksponent kryesor të saj ndër të cilët Dabullët dhe të tjerë. Segmentet të bandës Shullazit, Seriani dhe bandit të tjerë. Të gjitha provat që sipas Berishës dokumentojnë masakrën elektorale. Demokratët i kanë përfshirë në një raport me gjetjet e të cilit do të njohin partnerët në çdo kancelari dhe institucion ndërkombëtar. Do bëjmë çdo gjë që të jetë gati nga data 10 qershor. Thotë se është ndryshe nga kundërshtari i tij dhe se nuk pengon asnjë kandidat demokrat që kërkon rinumërim të votave. Ku deri më tani në qarkun e Tiranës ankimin pranë KQZ-s kanë paraqitur Ilir Ali Mehmeti, Mimoza Hajdar Mataj dhe Lisandër Hoxha, ndërsa në qarkun e Durrësit Aulon Kalaja. Ne nuk bllokojmë asnjëri që të bëjë transparencë. Nëse ka patur njerëz të pandërgjegjshëm, ata do identifikohen dhe do mbahet qëndrim ligjor. Prerazi mohon se dorëheqja e tij ka lidhje me çështjen që po heton Spaku dhe thotë se në këtë betejë është për një mision. Po mbroj votën. Ky është një mision për mua. Po aq i rëndësishëm dhe mos më i rëndësishëm se e natë njëshi. Ripërsërit se nuk e njeh këtë proces, teksa ironizon qëndrimin e paraardhësit të tij në krye të Partisë Demokratike në zgjedhjet e vitit 2021. Lulzim Basha nuk vrapoi pas denoncimit të farsës elektorale, por vrapoi pas karrigës së tij. Autoriteti kombëtar i ushqimit thotë se pas analizave të kryera për helmimin e 16 fëmijëve dhe psikologës në një kopësht të Gramshit, rezulton se kjo ka ndodhur për shkak të kontaminimit të vezëve dhe ushqimeve në mjediset e kopshtit, pra në mjediset e institucionit dhe jo për fajt të firmës që e furnizon atë. Vezët me salmonellu kontaminuan në ambientet e kopshtit numër 1 në Gramsh nga faktorë të tjerë jo të ushqimit. Kjo është përgjigje zyrtare që Autoriteti Kombëtar Ushqimor jep pas analizimit mikrobiologjik të kryer tek vezët e kontaminuara. Përmes një deklarate për shtyp, AKU sqaron gjithashtu se me qëllim gjurmimin e origjinës së kontaminimit janë analizuar shpendët dhe vezët e kompanisë prodhuese dhe furnizuese, përgjigjja e së cilave ka rezultuar negative. Mostrat e marra në subjektin prodhues të vezëve kanë rezultuar negative për treguesin Salmonell SPP. Gjithashtu nga komunikimi me Shërbimin Veterinar Rajonal pranë AKU është bërë ditur se firma e shpendëve është testuar gjatë muajit maj 2025 për salmonell, rezultati i së cilës ka qenë negativ e shpend të shëndetshëm. Mostrat e marra në subjektin e furnizuar nga prodhuesi dhe njëkohësisht furnizuesi i kopshtit numër 1 Gramsh ka rezultuar negative për treguesin Salmonell SPP. Mëtej AKU shton se nga verifikimet nuk kanë konstatuar rastet të tjera të vezëve me salmonell krahas kopshtit numër 1 në Gramsh, ku infektuan 16 fëmijë e psikologja. 6 prej të infektuarve vjojnë të marrin ende trajtim mjekësor në banesë. Për zbulimin e këtij rasti u analizuan edhe produkte të tjera ushqimore, si mishi i pulës apo i qumshtit, të cilat rezultuan pa probleme. Sipas ekspertëve, prania e salmonelës në vezë mund të shkaktojë sëmundje akute, gastrointestinale te konsumatorët, të cilët mund të shoqërohen me pasoja serioze për grupet më të ndjeshme të popullatës, si fëmijët, të moshuarit, gratë shtatzëna, por edhe personat me imunitet të ulët. Për rastin e helmimit të fëmijëve në kopshtin e Gramshit, po bëhet një hetim nga prokuroria e Elbasanit, ndërsa aktiviteti i saj është pezulluar deri në përfundimin e dezinfektimit dhe analizave.
Një telefonat anonime ka vënë lëvizje policinë e Tiranës pas denoncimit për vendosjen e një eksplozivi në parkingun e një hoteli këtu në kryeqytet, por që pas verifikimeve ka rezultuar alarm fals. Për disa orë, forcat gjenere kryen kontrolle në hotel me qëllim gjetjen e lëndës plase. Pasi u zbulua se alarmi ishte i pavërtet, policia nisi hetimet për gjetjen e denoncuesit dhe qëllimin e kësaj telefonate. Një 36 vjeçar është plagosur me anë zjarri në zonën e Flakës në Durrës në mbrëmjen e kësaj të premte. Bëhet fjalë për Arber Gorea, që u qellua teksa poltonte me makinë. Në dëshminë e tij ai tha se atentatorët po ashtu ishin në lëvizje me një automjet kur qelluan drejt tij. Aktualisht Gorea ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spitalin rajonal të Durrësit, ku pati një ndërhyrje kirurgjikale për shkak të plagëve të marra. Goditja i një rrjeti të trafikut të armëve nga Kosova në vendin tonë ka çuar në pranga 10 persona, ndërsa u sekuestruan 12 pistoleta dhe 2 automatik. Policia shtrim tok! Në 5 muaj hetime me agent të infiltruar, policia e Tiranës arriti të dokumentojë disa raste të trafikut të armëve nga Kosova dhe qytete të tjera të Shqipërisë drejt Tiranës. Në këtë rrjet njerëzish deri më tani janë identifikuar 12 persona, 10 prej të cilëve të arrestuar në kohë të ndryshme. Autoritetet thonë se kanë arritur të sekuestrojnë gjatë kësaj kohe 14 armë zjarri, 12 të llojit pistolet dhe 2 të tjera armë të gjata të llojit automatik, krera dhe municion luftarak. Gjithashtu gjatë kontrolleve janë gjetur mbi 2000 fara kanabisi. Këto janë disa nga pamjet e shkëmbimit të armëve, teksa policia ka përdorur edhe dronin për dokumentimin me pamjet të transportit të armëve dhe shkëmbimit të tyre. Goditja e rrjeteve që fusin në Shqipëri armëzjarri kryesisht nga Kosova u bë për herë të parë me anë të një operacioni të përbashkët me Policinë e Kosovës të finalizuar në 12 dhjetor 2024. Armët futeshin nëpërmjet transportit publik me furgona dhe porosit kryeshin nëpërmjet lidhjeve, por edhe rrjeteve sociale, ndërkohë që një armëzjarri pistolet shitej minimalisht 500 deri në 600 euro. Gjykata e posaçme e apelit nuk ndryshon masën e sigurisë arrest në burg për Florencë Çapja, ne akuzohet nga SPAK se ka porositur vrasjen e Sokol Sanxhaktarit, ngjarje e pa realizuar, por e zbardhur nga dëshmia e bashkëpunëtorit drejtësisë Nureddin Dumani. Çapja, i cili u ekstradua disa javë më parë nga Dubai, i ka mohuar akuzat. Flasim tani për bankat të cilat kanë shtuar ndjeshëm kreditimin për individet duke dhënë më pak për bizneset gjatë 4 mujorit parë të këtij viti. Banka disbursuan 129.8 miliard lekë kredi të re për ekonominë gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025, shifër kjo gati 11% më e lartë se e njëjta periudhë një viti më parë. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, kredia për ekonominë është mbështetur nga individet që morën 43 miliard lekë hua me rritje 26.4% krahasuar me 4 mujorin e parë të vitit 2024. Kërkesat më të larta janë reflektuar në blerje apartamenti, konsumin e përditshëm. Bizneset e vogla dhe të mesme kanë një portofol më të ulët. Fakti që kërkesat për kredi nga individët janë më të larta se sa nga ato të bizneseve ka ndikuar më shumë që Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë disa masa të cilat pritet të hyjnë në fuqi në 6 mujorin e dytë të këtij viti. Nga ana tjetër, treguesit e Bankës së Shqipërisë flasin për një tkurrje të depozitave në fund të prillit, paratë e kursyeara arritën në 1.37 trilion lekë ose 4.8 miliard lekë më pak se në mars të 2025-s. Paraja jashtë sistemit bankar ka shënuar një rënje të lehtë gjatë muajve të fundit, të referuar shifrave, ky nivel ka arritur në 429.2 miliard lekë, thuajse në të njëjtat nivele me muajin e kaluar. Këtë sezon do të ketë një mënyrë të re të menaxhimit të plazheve. E ndjek. Ashtu sikurse është bërë ditur nga Ministria e Turizmit, këtë vit, stacione plazhi mund të menaxhojnë vetëm strukturat akomoduese që plotësojnë kriteret.
Për këtë sezon turistik veror, raporti mes plazheve publike dhe atyre private është 50-50. Është një lajm i mirë për ata që duan të zgjedhin, nëse duan të pushojnë në një zonë ku është e menaxhuar me të gjitha kushtet edhe kriteret e rregullore së plazheve, por jo më ndryshe do të jenë edhe ato stacione të cilat do të kenë një lëshmëri në zgjedhjen e pushuesve nëse do të vendosin çadrat e tyre apo sezonet e tyre. Për një sezon turistik sa më të sigurt dhe me standarde, do të bashkëpunojnë 25 institucione si pjesë e task forces. Jo vetëm sigurinë e rendit publik, por dhe sigurinë ushqimore, sigurinë e shëndetit, të qendrave mjekësore. Kohët e fundit, rritje po njojnë edhe flukse turistike nga tregjet më të largëta si Australia apo dhe vendet aziatike që preferojnë Shqipërinë. Australia, Amerika, Japonia, së fundmi Kina, Izraeli e të tjera vende plot, të cilat të shohin Shqipërinë vërtet si një përvojë interesante, autentike. Vetëm gjatë 4 muajve të parë të 2025-s, vendin tonë kanë vizituar mbi 2.45 milion turistë dhe pritshmëritë për muajt e verës mbeten tepër të mëdha. Si pasojë e mbajtjes koncertit këtë fundjavë në Tiranë nga Kajne Music, 95% e hoteleve të kryeqytetit janë të pronotuara. 95% e hoteleve dhe strukturave të tjera akomoduese janë ezauruar këtë fundjavë në Tiranë për shkak të numrit të lartë të turistëve, por edhe aktiviteteve kulturore që mbahen ditët e ardhshme në kryeqytet. Nga 265 struktura akomoduese të cilat kishin nga një dhomë të lirë në datën 29 maj, një ditë më pas ky numër zbriti në 181 të tilla, duke bërë që të bllokohen 95% e dhomave të hoteleve. Janë afro 100 rezervime brenda 24 orëve. Mbajtja e një prej koncerteve nga DJ me famë ndërkombëtare, pjesë e grupit Kajne Music, ka bërë që hotelet të mbushen nga turistë, jo vetëm nga Gjermania, por edhe shtete të tjera si Italia, Polonia apo Holanda. Janë fansat të cilët ndjekin një prej emrave më të njohur dhe më influent të muzikës elektronike botërore, grupin gjerman Kajne Music. Janë mbi 20.000 spektatorë, pjesa më e madhe e këtyre të huaj që vinë nga 55 vende të botës, duke e kthyer qytetin në një pikë takimi të kulturës, ritmit dhe artit global. Kjo është e para herë që grupi gjerman ndalon në Ballkanin Perëndimor, konkretisht në Tiranë, duke shënjuar një moment të rëndësishëm për skenën kulturore. Përveç imazhit kulturor, evente të tilla sipas ekspertëve të turizmit ndikojnë në rritjen financiare për ekonominë e qyteteve, por edhe në imazhin ndërkombëtar për thithjen e tregjeve të reja turistike. Pjesë e koncertit Kajne Music do t'jetë edhe reperi ynë Noizi, e ishte pritur nga drejtuesja e bashkisë Anuela Ristani, e cila tha se ky do t'jetë një nga evenimentet e mëdha kulturore në vend. Vetëm pak orë për parambajtjes së një ndër eventeve më të mëdha muzikore dhe artistike në vend, ku legjenda të muzikës elektronike do të performojnë për herë të parë në Shqipëri, në liçenin e Tiranës, kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, ka pritur një prej artistëve të njohur shqiptar, Noizin, i cili do të jetë pjesë e koncertit së Kajne Music. Jemi shumë të lumtur që në Tiranë nesër kemi një ndër eventet më të mëdha të vitit. Në Tiranën e këtyre ditëve ju keni parë se si kanë qenë qindra turistë nëpër qytet, duke shijuar qytetin, duke shijuar gjitha hapësirat tona, për një arsye shumë të veçantë për koncertin që do të jetë nesër nga Kajne Music. Sipas Ristanit, ky koncert është dhurata më e bukur për kryeqytetin. Dhuratë e bukur është kjo për qytetin e Tiranës. Nëse ju do të merrni sot telefon çfarë do lloj hoteli në qytet, është i zënë prej 3 ditësh, nuk kam asnjë vend. Si pjesë e performancës së Kajne Music, këngëtari i njohur shqiptar Noizi tha se evente të tilla do të zhvillohen edhe në vitet në vijim në Shqipëri. Do të jetë një natë e paharrueshme për gjithë njerëzit që vinë, goxhafi kulturore dhe për shtetin tonë, sepse i bie që çdo person që vjen këtu nuk do vi vetëm për një ditë, do rrit disa ditë. I krijuar në Berlin në vitin 2009 nga DJ dhe producentët Adam Port, Rampa, me Reznik, Kajne Music kanë krijuar një identitet unik që ka të i kaluar kufijtë e muzikës. Dalemi tek presidenti amerikan Trump, i cili ka paralajmëruar për një marrëveshje të mundshme armëpushimin në Gaza, gjithashtu ai ka shprehur optimizëm se edhe me Iranin do të arrihet mirëkuptimi për armët bërthamore. Presidenti Donald Trump beson se një marrëveshje për armëpushim në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit është afër dhe do të shpallet së shpejti. Po, ata janë shumë afër një marrëveshje për Gazën dhe ne do t'ju njoftojmë për këtë.
Duke folur me gazetarët në zyrën ovale, Trump tha gjithashtu se beson që Shtetet e Bashkuara janë afër një marrëveshje edhe me Iranin për programin e tij bërthamor. Pas akuzave për shkelje të marrëveshjes tregtare nga Kina, Trump tha se do të flasë me presidentin e Kinës Xi Jinping, duke shpresuar të zgjidhë mosmarrëveshjet. Ata shkelën një pjesë të madhe të marrëveshjes që kemi bërë. Unë isha shumë i sjellshëm me ta dhe i ndihmova, por jam i sigurt se do të flas me presidentin Xi dhe shpresojmë ta zgjidhim këtë çështje. Presidenti Trump tha se dëshiron që studentët e huaj të ndjekin kolegjet amerikane, pavarësisht mosmarrëveshjes së tij me Universitetin e Harvardit, për numrin e studentëve që kanë nga jashtë vendit. Studentët, ne duam të kemi studentë të shkëlqyer këtu, thjesht jo studentë që shkaktojnë probleme. Këto deklarata kreu i shtëpisë së Bardhit bëri teksa i dhuroi Elon Musk një qelës të madh të art brenda një kutie druri. Musk tha se do të mbetet në shërbim të presidentit. Ai tha se roli i tij në shkurtimin e shpenzimeve ishte shumë punë e vështirë, pasi shumë herë askush nuk i mbronte ato. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natë mirë.